Në kryeqytet, në zonën e njohur si qytet studenti, ku ndër vite strohohet numri më i madh i studentëve, po punohet çdo ditë për ngritjen e kampusit të Kolegjit Evropian, një kolegj elitar i cili shtrihet në vetëm 3 qytete në botë, në Brysh të Brukselit, në Atolin të Polonisë dhe që nga viti 2024, aktiviteti i tij u zgjerua edhe në Tiranë. Ky projekt u mirëprit nga ekspertët dhe autoritetet si një zhvillim i cili do cillte në Shqipëri një ekspertizë evropiane, formonte kuadrot e ardhshëm që do të drejtojnë integrimin dhe zhvillimin e rajonit, e mbi të gjitha, rritej vizibiliteti i Shqipërisë si partner strategjik. Por, ndërtimi i kësaj godine vjen në një kohë kur universitetet publike shqiptare përballen me godina të amortizuara, mungesë hapësirash dhe projekte të mbetura pezull. Ekspertë dhe aktorë të shoqërisë civile ngren shqetësim mbi mënyrën e implementimit të këtij projekti, i cili duket se po merr formë mbi ato që realisht i përket mbi 20.000 studentëve të Universitetit Publik të Tiranës. Ata deklaruan për shtek se ndërtimi i kampusit të Kolegjit Evropian po bëhet mbi tokën që ju përket studentëve shqiptar dhe fondi për 17 milion eurosh është devijuar nga kampusi i Tiranës tek ai i Europës. Institucionet refuzuan të bëjnë transparencë mbi procedurat që ndoqën ndërtimin e Kolegjit të Europës në Tiranë, por në konferencën e rektorëve, kryeministri Rama e komentoi çështjen e Truallit si fjalë të dala, që nuk ishin të bënin me të vërtetën. E di që është përhapur një fjalë sikur Kolegji i Evropës ka zënë territor të kampusit, që nuk është e vërtetë. Ai territor nuk ka qenë pjesë e planit dhe nga ana tjetër keni parasysh që infrastruktura e kolegjit, infrastruktura po themi mbështetëse, nëse mund ta quajmë kështu, biblioteka etj, do të jenë në funksion të kampusit komplet. Nuk është pjesë e marrëveshjes. Ka probleme me parregullsinë me mënyrën se si po ndërtohet gjithë kampusi, pra infrastruktura. Nuk është miratuar plani detajuar i zonës që duhet bërë përveç se lejes ndërtimit. Nga ana tjetër, projeksionet e para ishin për një pronë publike për edukim publik. Dhe tashmë nuk është më për atë qëllim, është për një pronë tjetër. Pra, të gjitha këto kërkojnë si thua përgjegjësi dhe një hetim të thellë. Dhe këtu çdo kush pyet si është e mundur që 17 milion euro i hiqen 22.000 studentëve që universiteti ka për një kampus për 22.000 vet, dhe këto 17 milion euro kushton dhe një kampus për 100 vet, se nuk ka më shumë se 100 student Kolegji i Europës. Pra ka një problem ekonomik edhe në transferimin e parave.